تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhur dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij te njerëzit. Nuk ka lënë ndonjë të mirë pa udhëzuar umetin drejt saj dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe pa e paralajmëruar umetin prej saj. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, o robërt Allahut, ruhni Allahut lartësuar, sepse kush i ruhet Allahut, ata Allahu e mbron dhe udhëzon në mirësitë e çështjeve të fesë dhe të jetesës në këtë botë. Vëllezër besimtar, në shumë vende të Kuranit të Madhrishëm janë përmendur dy grupe të njerëzve dhe janë përmendur veprat dhe cilësitë e secilit prej tyre. Dhe secili musliman duhet të analizojë ajetet e Kuranit fisnik ku përmenden cilësitë e të dy grupeve, veprat e të dy grupeve dhe përfundimi i të dy grupeve. Kur përmenden grupimet, njerëzve me njëherë u shkon mendja të pyesin me cilin grup muzikor je, me cilin ekip sporti je, me cilin parti politike je. Kurse ne muslimanët duhet të udhëzohemi sipas udhëzimeve të Kuranit dhe të mendojmë për këta dy grupe që janë përmendur në shumë vende në librin e Allahut lartësuar. Allahu i lartësuar i ka ndarë njerëzit në dy grupe. Njërit grup ja ka dhënë dhuntinë e udhëzimit. U ka hapur zemrat për të hyrë në Islam. U ka dhënë sukses që t'i binden Allahut dhe ta ndjekin udhën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Grupi tjetër është ai që ka mbetur në devijim, përpëlitet i verbër në humbje, bredh në kotësitë e tij dhe i largohet bindjes ndaj Zotit të tij. Allahu i lartësuar ka thënë: "Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalala." Disa ai ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse disa të tjerëve u është realizuar humbja. Allahu i lartësuar i ka dërguar profetët të dërguarit dhe të përzgjedhurit e tij që të thrasin në besim, në të vërtetën dhe në udhëzim, dhe t'i largojnë njerëzit nga kufri, e kota dhe devijimi. Njerëzit karshithirjes së pejgamberëve u ndanë në dy grupe. Allahu thot në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, faminhum man hada Allahu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah." Çdo popull ne i quam një të dërguar që u thoshte: "Adhuroni Allahun dhe shmangni tagutin." Disa prej tyre Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë e disa e merituan të mbeten në humbje. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Ne ja dërguam Themudit vllajën e tyre Salihun. Ai tha: "Adhuroni Allahun", por ata u ndanë në dy grupe dhe grindeshin midis tyre. Pra një grup e pranoi thirrjen e pejgamberëve dhe besoi. E një grup e refuzoi atë dhe e parapëlqeu për veten kufrin si rrugë. Pastaj ata filluan të grindeshin mes vete, secili grup duke thënë se e vërteta është me të. Çdo herë grupi i skotës, grupi i kufrit dhe devijimit e kanë zakon të mburren në zhvillimin e tyre, të mashtrohen pas pasurisë që e kanë dhe të pëlqejnë jetën e kësaj bote, duke e bërë këtë peshore se ata janë në të vërtetën. Shikoni si thot Allahu i lartësuar: "Wa idha tutla alejhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqayn khayrun maqaman wa ahsanu nadiya." Kur lexohen ajetet tona të qarta,
Jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth ose klub më të mirë. Do me thanë, ne apo ju, ne kemi pasuri më të madhe, ekonomi më të fortë, civilizim më të zhvilluar, teknologji dhe industri më të përparuar dhe gjërat të tjera të dunjas që ju nuk i keni. Cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth më të mirë. Këta harrojnë se kriteret që i përmendin dhe që i marrin si peshore për ta njohur të vërtetën janë vetëm llumë kalimtar dhe sende që shkatrohen. Për këtë shkak, Allahu me njëherë në ajetin vijues thot: "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya." Por sa brezni para tyre i kemi shkatruar e ata kanë qenë më të begatshëm dhe më të pashëm. Robert Allahut besimtar, duke folur për këta dy grupe, Zoti i Gjithfuqishëm ka sjellë një shembull madhështor që sqaron në mënyrë të dukshme dallimin mes këtyre dy grupeve. Thot Allahu i lartësuar: "Mathalu al-fariqayn kal-a'ma wal-asammi wal-basiri was-sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun." Shembulli i dy grupeve është si një i verbër, i shurdhër dhe një njeri që sheh e dëgjon. A barazohen këta, a nuk po merrni këshill? Mendoj këto dy gjendje. Këta nuk mund të barazohen dhe nuk mund të krahasohen. Nuk barazohen ata që besojnë, që kanë dituri, dritë dhe udhëzim, me ata që janë në verbrin, shurdhin, errësirën, humbjen dhe devijimin e kufrit. Vëllezër besimtar, pjesë e udhëzimit dhe sqarimit të Kuranit për gjendjen e dy grupeve është përmendja e përfundimit të tyre, përfundimit të këtij grupi dhe përfundimit të grupit tjetër. Ky është një aspekt i rëndësishëm për ta analizuar dhe medituar. Thot Allahu i lartësuar: "Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun." Cili nga këta dy grupe meriton të jetë i sigurt? Më thoni nëse e njihni të vërtetën. A meritojnë besimtarët apo njerëzit e kufrit të jenë të sigurt në dunja dhe në ahiret? Përgjigja e vetme, që nuk ka përgjigje tjetër, është fjala e Allahut të lartësuar në ajetin vijues: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata që besojnë dhe nuk e veshin besimin e tyre me padrejtësi, pra nuk bëjnë shirk, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Përmendja e përfundimeve të dy grupeve është e gjerë dhe është përsëritur disa herë në librin e Allahut. Që të jetë më e qartë dhe më e dukshme, një prej këtyre sqarimeve është ajeti ku thot Allahu i lartësuar: "Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litundhira al-qura wa man hawlaha wa tundhira yawm al-jam' la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Dhe kështu ne të kemi shpallur ty një Kur'an në gjuhën arabe që ta paralajmërosh popullin e Mekës dhe ata rreth saj dhe ti paralajmërosh ata për ditën e tubimit, në të cilën s'ka dyshim, kur një grup do të jetë në xhennet e grupi tjetër në zjarrin përvolues. Ky përfundim e meriton gjithë meditimin, gjithë analizën dhe gjithë vëmendjen. Në ditën e ringjalljes dhe gjykimit, një grup do të jetë për në xhennet. Ky është grupi të cilit Allahu ja ka shkruar shpëtimin, fitoren dhe lumturinë e përhershme. Këta Allahu i shpëton prej zjarrit të xhehenemit dhe udhëron të banojnë në xhenetet me kënaqësi madhështore dhe mirësi të përhershme dhe të vazhdueshme. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhennet, ai ka fituar. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Kurse grupi tjetër, ai është një grup që hidhen mbi njëri tjetrin në zjarrin e xhehenemit dhe aty do të jenë përgjithmonë pa mbarim.
Kjo është gjendja e dy grupeve dhe ky është përfundimi i secilit prej tyre. Besimtari duhet të analizojë gjendjen e secilit grup dhe gjithnjë ta marr anën e grupit të imanit, duke i lutur Zotit të Tij të Madhërisëm që ta përforcojë në iman dhe ta bëjë bashkë me turmën e udhëzimit dhe grupin e Islamit, si dhe t'i lutet që ta ruaj dhe ta largojë nga grupi i devijimit, të kotës dhe kufrit. Allahu na ruajt ne dhe ju, na mbrojt ne dhe ju, na udhëzoft ne dhe ju drejt Tij në rrugën e drejtë dhe na përmirësoft gjendjen në tërësi. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij, sepse ai është falësi mëshiruesi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. E gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të botëve, përfundimi i mirë është për të devotshmit. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një, i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Mëtej friksohuni Allahut dhe ruhuni dënimit të Tij. Vëllezër besimtar, jeta e kësaj bote është fushë e provimit dhe testimit. Kjo botë është fushë e garave dhe nxitimit për të fituar në ahiret. Por në lidhje me këtë realitet kemi dy grupe që i përmendëm më herët. Një grup i ka hyrë fushës, ka filluar të garojë dhe të luftojë, dhe ky grup shpresohet të fitojë. Ky është grupi i imanit të saktë, grupi i besimit islam sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Grupi tjetër, grupi i kufrit, me të gjitha format dhe paraqitjet e tij, as që kanë hyrë në mejdanin e garave. Ata janë angazhuar në shikimin e fushës dhe kënaqjen me stolitë e saj dhe nuk e dinë se së shpejti do ta braktisin këtë fushë dhe do t'u jepet shpërblimi për ata që kanë punuar në të. Prandaj, obligimi besimtarit të mençur është që ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut, Zotit të Tij, të ruhet, mos e shkaktoj zemrimin e tij dhe të luftoj me pengesat që t'i arrijë ata që kanë parakaluar dhe fituar. Të përpiqet që të bashkohet me grupin e besimit, grupin e bindjes ndaj Allahut, grupin e ndjekjes së sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti lutet Allahut që ta ruaj nga rrugët e njerëzve të devijimit dhe mashtrimit, sepse ato janë të shumta dhe nuk kanë kufi. Allahu i lartësuar thotë: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj atë ndiqeni. E mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosis. Kjo është ajo që ju porosit ai për të ruajtur nga të këqijat. I zgjuar është ai që e kontrollon veten dhe punon përpas vdekjes, kurse i humbur është ai që i ndjek epshet e veta dhe mban shpresa të kota. Dijeni se fjala më e vërtetë është fjala e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Ka punë fort pas Islamit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ruhuni nga thirrësit e devijimit. Këto ditë, si dhe shumë herë më parë, dalin në shesh thirrësit e devijimit nga grupi i dreqit, të cilët thirrjen për fenë e tyre të dështuar e bazojnë vetëm me joshje të dynjas, herë me pretendimet nacionalizmit, herë me propaganda të përparimit në dynja, duke thënë se këta kanë më shumë pasuri, më shumë teknologji, më shumë ushtri, më shumë demokraci e të ngjashme. Kjo thirrje që mbështetet nga financa marramendse dhe përkrahin shtete e institute. Nuk kanë fuqi as edhe një herë thirrjen për një fe ta bazojnë në argumente fetare. Por nuk është çudi, si ka mundësi t'i bindin muslimanët se duhen ta braktisin, adhurimin e një Zoti dhe ta adhurojnë tre Zota.
si mund t'i bindin që ta braktisin për kushtimin e adhurimit ndaj Allahut e t'u drejtojnë adhurimit idhujve, kryqeve, ikonave dhe simboleve. Si mund t'i bindin që ta lënë adhurimin e Zotit që është i gjallë e i përhershëm dhe i gjithfuqishëm e ta adhurojnë një Zot që njerëzit kanë arritur ta torturojnë, pastaj ta vrasin, pastaj ta varrosin. Kuptohet se nuk kanë argumente fetare, por kanë argumente të mashtrimeve të dynjas, duke thënë se kemi pozitë më të mirë dhe rreth më të mirë. Allahu na ruajt ne dhe të gjithë muslimanët nga devijimi dhe dështimi. O Zoti ynë, udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i ke begatuar me të mira, e jo në rrugën e atyre që kundër vetes e shkaktuan zemrimin tënd, e as në të atyre që devijuan me ignorancë. Vëllezër besimtar, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat, o ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe jepni dhe përshëndeteni me selam. Dhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.